Kushtrimi me Naimin, ma shumë ju, ndërsa kështu tret bashk, asnjëherë nuk kemi. Jam marrë në pyetje për një biznes familjar që kemi në fshat. Nuk kemi pa diçka të keqe të ta sa e nartën e. Prokurori i shtetit. Fillimisht pyetjet do t'ju parashtrohen nga prokurori, pastaj falet sipas radhës. Po ajo që ju duhet të keni në konsiderator se shikimin e mban ka trupi gjykues, ndërsa i ndëgjon pyetjet, po pa tu parashtruar pyetjen tanë si mos u përgjigj. E ke qartë? Po, prokurore? Gospodine Abija, vi ste povodom ovog slučaja ranije davali u policiji izjavu. Po, edhe një herë, prokurore? Gospodine Abija, povodom ovog slučaja, vi ste u policiji davali ranije izjavu. Vlerëta për kthim nuk ka dëshmitare? A kështu shi opsionin për çfarë? Nish? Po. Apo ndëgjon për ktimin? Jel treba da me ponovim pitanje? Po. Vlerëta pak më me zlo, se Tringa thotë që nuk po ndëgjon mirë. Po. Povodom ovog slučaja, Po. vi ste ranije u policiji davali izjavu. Da li se Po, sećate? Tringa, Po. është po. Po. Edhe vlerëta Tringa nuk po ndëgjon. Zonin e ke shumë të lutna, Zonin e ke shumë vogël. shumë të vogël edhe dëshmitari po thotë shumë pak po ju ndëgjoj. Apo ndëgjoni Naimi ma bën me dorë granit, po ndëgjoni ju? Do t'jam pa isje. Ngritja zonin, volumin Do t'jam pa isje. të dëshmitarit, ta ndëgjoj. Nema ovdje da se povećava, samo kod njih, kod prevodi. Apo ndëgjon, Florian? Po, tash po. Tash po. A mund të edhe një pyetje prokurore? Ja mislim da je on odgovorio. Është ju në lidhje me këtë rast keni dhënë një deklaratë në polici, a ju kujtohet thotë po, përgjigje është po. Po. Da li se sećate šta su vas pitali i šta ste izjavili u policiji dana 12.1.2024. godine? Me sa më kujtohet, jam marrë pyetje për një biznes familjar që kemi në fshat, edhe a i dini personat, në fjalë Naimin, Granitin edhe Kushtrimin, që kom thonë që i kom bashkë fshatarë. Naimin e një ma pak, për arsye që është konë shumë pak vizit, një 10 ditë në ashtë komplet. Vetëm pak ma nga dole, sepse duhet ta shkruajmë proces verbal këtë që e thoni. I kom thonë po, se i kom bashkë fshatarë. Naimin kom thonë një me pak, se arsye që ka jetu jashtë, nështë një 10 herë kom pa komplet. Ndërsa Granitin edhe Kushtrimin një me mjë, se i kom pas klient të rregut aty. Edhe jam pyetur se a keni pa ndoj shumë të madhe parash që jenë arë lokal, edhe i kom thonë që jo, nuk ka vrajt diçka shumë atë madhe që në flitë media. Nuk i ka pa, i kom vetë edhe prindin që pëllën aty, edhe vlla. Edhe tjetër gjanë kanë pyet, po, kur u kon kontakti, a ki kontaktu me Granitin natën kritike, kom thonë po, dikon rreth orës 12, që o kanë me një klub natë dikon në Prishtinë, së më kujtohet saktë. Samo malo, Abija. Në ora 12, Kad kažete u 12 sati uveče ili preko dana? Kritičnog dana u 12 sati. Brami. klub natë në orën 12 natës, të natës e ka. Pra, përsisht nuk e di saktë apo dhe në orën caktuar. Në rregull, veç është prokuroria pyetja ditën a natën, rregull. Po, prokurore? Dalje? Po. Ju kërkon me vazhdu? Te nuk po më kujtohet diçka tjetër që më kanë pyet apo dhe që po më thonë diçka. Ama çka do që po më deklaruat ty e përkraj
deklaratën. Da li se sećate da ste u toj izjavi naveli da vam se kritične noći javila i drugarica Leonora, znači 29.11.2023. godine. Pak, di sakt, po di si po. Da li se sećate Atë kujtohet që keni deklaruar në polici që Leonora natën kritike ju ka dërguar një video inqizim. A mund të na tregoni diçka më tepër në lidhje me këtë? Zimbi nuk e di, dhe është e vërtet që e kom një video inqizim, që e ka marrë edhe policia. E vërtet që e kam një... Tash nuk e kam, po... E kam pas. Po. Po e kanë marrë policia. Da li ste pregledali taj video? A e keni shiquar atë video inqizim? Možete li da nam... A mund të na tregoni çka ka pas në atë video inqizim? Cilët persona kanë qenë në atë video inqizim? Dy qika, po din, Leonora që po përmend, edhe një qik tjetër. Tash sa nuk e di. Se edhe kom harrua, po din. Da li se sećate? Atë kujtohet cilës ditë është ai video inqizim? Cilës ditë? Me 30 nëntor, me 30 nëntor ose 29 nëntor, nuk e di sakt ta shkuar. Se ka mujtë me ndodhë që akum pas shkaku ma herë. Vetëm pak, Florian, se jemi duke shkru. Kur kanë ardhur te ti në kafiq? A kanë ndet bashk? Kushtrimi me Naimin, ma shumë jo, ndërsa kështu 3 bashk, asnjëherë nuk e mund. Asnjëherë. Një 2 herë kanë qenë kushtrimi me Naimin, Po, më shumë jo, por ndërsa asnjëherë të 3 bashkë nuk kanë qenë. asnjëherë. Da li se ne... A ka ndodhur ndonjëherë që në kafiq të jenë të tretë në kohë të njëjtë? Jo, nuk mendoj se janë po në herë të me kohë të njëjtë. Sa që vas posetiti na del... Tani do ta përkujtoj një pjesë të deklaratës të cilën e ke dhënë në polici për afërsisht 3 javë para rastit me Liridonën kanë qenë të tretë në kafiq. Por ajo kujtohet Për fillimit, Otprilike, për afërsisht 3 javë para rastit të Liridonës, të tretë kanë qenë në kafiq, por nuk kanë dejtur së bashku në tavolinë. përfundon pro. Vetëm sa ta përfundon pastaj. Në një tavolinë kanë qenë Naimi dhe kushtrimi, dërsa në tjetrën ka qenë Graniti me një kusheri. Atë kujtohet që ke deklaru këtë? Me një Ama nuk kanë pas asnjë kontakt këtu në Mosveti. Kanë qenë tavolinat ndryshme, jo ullur bashkë. po, tani po më kujtohet, po. Nemam više pitanja, hvala. Falem. Nuk kam pyetje tjera. Avokat Leotri? Faleminderit, gjyqtar. I nderuar dëshmitar, përveç kushtrimit, Granitit edhe Naimit, a ka qenë edhe vllai i kushtrimit Kanoni në kafeteri të juaj të Beka? Atë kujtohet? Jo. Nuk kanë qenë. Asnjëherë apo? Asnjëherë. A mundesh me na tregu pak a shumë raportin e Granitit edhe kushtrimit? Po, Me përshu pak ma në detaje. po janë ardhur kanë pinë kafe sikur gjithë mështërit të tjerë. Nuk kemi pa diçka të keqe të ta sa janë ardhur ne. A ka mundësi edhe një përgjigjen gjyqtare? Avokat nuk kemi pa diçka të keqe, thot. Përshëndetje Florian, dëshmitar. Ju thatë që gjithsej në lokalin tuaj kom qenë dikun 8 herë deri në 10 herë. Po, Po flet gjithsej
prej kur ekziston ai lokal apo? Po. Unë dhe ti shtëpijat në fshat i kemi shumë afër. Afër, po. A jam rritur unë në Cermian apo në Suedi? Në Suedi. Suedi. Po. Një ditë, Vetëm pak ma ka ta nejmë, se po s'po më rrim me i shkru. më falë, Po, vazhdoni. pyetja tjetër. Po. I akuzuar i Granit, Po. në deklaratën e tij thotë që një ditë para ngjarjes kom qenë thot me Naimin te Beka, në lokalin tuaj. Ja. Jo vetëm atë ditë, por ndonjë Vetëm pak, Florian. Po, më falë. Që dhe gjuhë se mund Po. është shqipë është. Po? Po, nejmë. Po, do të thotë një ditë përpara nuk është që më ke pa me ta. Jo, as nuk ka pa kërkush asnjëherë ty e Granitin bashkë lokal të na. Pikërisht. Po, kur kom qenë, sepse ne kemi qenë edhe shok edhe në rrjetet sociale. Po. Kur kom qenë në Kosovë, Po. ma shumë kom qenë në Prishtinë apo në Cermian. Në Prishtinë. Kam edhe një pyetje. Po. Po. Florian, ju më keni taku edhe disa herë me fëmijët e mi, Po. kur kom qenë Kafetarisë. Ju më keni takuar edhe sa herë me fëmijët e mi, sepse përveç pjesës së kafenesë është edhe një market në lokal. Po. Kjo e shpjegon pse kam qenë te deri 10 herë, sepse kam hyrë në market për të t'u blerë fëmijëve Po. Po, të ëndër. po. Pyetja është? Po, pyetja është a më ke taku edhe me fëmijët e mi disa herë. Po, po. Kam taku me fëmijët e ti në rregullu po Në në diçka. rregull është. Por me bashkëshortën time të ndjerë, Po. Liridone, Po. a më ke taku ndonjëherë? Nuk kujtohet që kam taku në Naimin me bashkëshortë të live. Jo, nuk po flas vetëm për lokal. Jo, edhe jashtë nuk e di, nuk më kujtohet. Se të kom pa në herë Po të Gjigja live me thot, bashkëshortë. nuk më kujtohet që ju kam takuar juve me bashkëshortën tuaj tani të ndjerë. Nuk i kujtohet. Tehoj të kushtimit, Po. shpjegohet që ki taku ka ardhë në lokalin ju i herë dy. Jo me Granitin, po me Naimin. Po. Po të deklaru që ki pa në lokal, po në ardhë. Po, a ki pa në njëherë veç Granitin e kushtimin bashkë në tavolinë që në ardhë ka nejtë. Po a këta e nërë në lokal, po e nërë në ullë edhe njërës tjerë me ta, po dini akon shoqni. Jo, po më ne vetëm flat dy. Pyetja edhe Jo, një herë jo, nëse nuk e mund të moj ne ma. avokat se jemi ka shkruar në proces. Fatë Në lokalin e juja i ki pa në njëherë vetëm Granitin edhe kushtimin pa prezencë të tjerëve. Jo. e keni par ata të dy vetëm pa prezencën e tjerëve. Jo se kur e në ardhim i mlidhë tonë jemi ullë bashka, po din. Ata dy në këdhapa e bën Graniti dhe kushtrimi, a ishte kjo pyetje? A mund është Përgjigja ishte jo. Jo, se sa e në ardhim në mlidhë shumicë kemi ndajtë bashkë. Jo, sepse kur kanë ardhur, jemi mbledhë si shumicë kemi ndajtë bashkë. Po. Në fond të transkriptuar, ato që e thoni këtë gjithën e jemi ka shkruar. po thatë që i ki pa Naimin, pushtrimin, po edhe Granitin në lokal kërë në së bashku, po jo bashkë në tavolinë. Jo me tavolinë, Po, jo. po të qohë kohën, deklarat kohën e 6 mujtë të fundit. Po. Pa mund është pak me na precizu, se 6 mujtë të fundit është prej qeshori deri në dhëtor. Po. Pa mund është me na precizu, çfarë kohë i ki pa? Për besë nuk më kujtohet tash sak, po dikon rrëdhjet në bromje, zakonisht mazdarë këtë gjithë. Jo, nëse mundësh, se kam kjo që të së mundësh. Se në çfarë kohë keni parë? Mazdarë këtë si Po më vinë. ne, çfarë periudhe kohore, jo... Në çfarë periudhe kohore? Po. Jo Se një kohën muj, a se një. ditën a natën, po çfarë periudhe? Po, Ja, Tek gjithë kështu nuk bromje e di natën, sak për besë. nuk e di sa po thot. Nuk e moj me. Nuk e di sa, nuk e mbajnë në mend. A keni pyetje tjera avokat? Jo, s'ka përgjithë. Faleminderit. Kushtrim, a keni pyetje për dëshmitarin? Nuk keni pyetje për dëshmitarin. Prokurora, keni rimarrin pyetje? Nuk kem rimarrin pyetje. Unë nuk kam pyetje për dëshmitarin. Gjyqtari Alban, a keni pyetje? Gjyqtari Gent, a keni pyetje për dëshmitarin? Pa pyetje. Dëshmitar, a ki diçka tjetër me shtu, Jo. që nuk ju kemi pyet, e është e rëndësishme për këtë proces penal? Jo, nuk kam diçka tjetër. Nuk keni diçka tjetër. Keni dhënë dëshminë e juaj, Po. largoj kufjet, ju
që doni mund të qëndroni në sallë, por mund edhe të largoheni nëse keni obligime të tjera. Kemi obligime të Keni familjare. obligime. Me lejen e gjykatës, dëshmitari largohet nga salla. Faleminderit gjeshit, urna.